Ne, po ashtu tje pam, edhe një deklarim të presidentës Osmani, e cila reagoj për 15 kërcënimet e disa anëtarëve të Këshillit, ne ritheksojmë se askush nuk është kërcënuar, ne i bëjmë thirrje presidentës, qeverisë dhe çdo institucioni tjetër që të mos ndërhyjë në punën e sistemit prokurorial, referuar deklarimet të anëtarëve të Këshillit në atë konferencë, të mbajtur në objektin e zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, se ndihen të rrezikuar të kërkojnë mbrojtje nga AKI dhe organet tjera të sigurisë, kjo përbën një hije të keqe dhe thirrje për ta dezinformuar publikun. Askush nuk është kërcënuar, kanosur, shantazhuar apo tentuar që të ndikohet nga ndonjë formë ndikimit pa lëshëm. Mendimet dhe vendimet për çështje të caktuara nga fushëveprimi i Këshillit përbën mendim ndryshe, për cilat anëtarët e Këshillit gëzojnë imunitet funksional. Dallimet që ne mund t'i kemi për çështje të caktuara duhet të tejkalohen me gjuhën e afrimit dhe koordinimit. Nuk ka dhe nuk do të ketë vend për përçarje në sistemin prokurorial. Ne, po ashtu tje pam, edhe një deklarim të presidentës Osmani, e cila reagoj për 15 kërcënimet e disa anëtarëve të Këshillit, të ndikuar nga deklarimet e bëra nga disa anëtarë të Këshillit në konferencën e datës 20 nëntor 2025. Ne ritheksojmë se askush nuk është kërcënuar dhe se presidentja mund të jetë e keq informuar. Ne i bëjmë thirrje presidentës, qeverisë dhe çdo institucioni tjetër që të mos ndërhyjë në punën e sistemit prokurorial dhe të respektojë pavarësinë institucionale